Është rruga ku kalon të makina, si kanë parë gjithë makinat e gjithë lagjat, tani e kanë bllokuar, kanë parë si parking, edhe kanë deviju në breg të zallit ku po shihni që po ecim. Ne kalojmë pak para në prua. Këto gardhet i ka vu këtu, makinat kalojnë në midis. Kjo ka funksionuar për mbi 10 vjet si rrugë shtet edhe rrugë për gjithë familjet që jetojnë akoma këtu. Këtu është rruga që ka kaluar makina 11 vjet. Pak më para ku shihni mushka që po pret vllajin edhe shtyllat, është rruga e bllokuar. Për të rast, Stop komunikon me kryetarin e Bashkisë së Mirditës, Albert Melyshi. Jemi në ndjenjë të problemit dhe njëkohësisht kjo çështje është në gjykatë, për çështje pronësie. I ka dhënë të drejtë Lazarit, është ankimu pala tjetër dhe vazhdon të jetë në proces gjyqësor. Status juridik i asaj hapësire është shtet apo është e palës tjetër? Statusi, unë du ta marr informacionin më të saktë realisht për ditë të pretendimet. Po ti 10 vjet problematik, 5 vjet. Domethënë 5 vitet e fundit që është bllokuar toka, ju akoma se keni informacionin se çfarë status juridik ka ajo toka këtu? Po kjo është për qeshur. Shikoj, nuk është zotëria ka qenë gjykatë për çështje pronësie. Pra, ai pretendon se prona është e tij dhe për sa kohë gjykata shkallës së parë i ka dhënë të drejtë. Që do të thotë që është vetëm gjykata e shkallës së parë, sepse është ende në proces. Në momentin që aty të drejtë ja jep gjykata e apelit zotëri dhe është titull ekzekutiv, atëherë ajo ekzekutohet me përmbarues, por gjithsesi në kushtet e gentit, domethënë besoj se juve si bashki minimalisht duhet bëni një apel, duhet bëni një komunikim dhe me palën tjetër që të paktën lejohet genti, nuk po të bëhet familje. Shikoj, ne kemi vu komunikim edhe me palën tjetër, kemi grupe pune, ikëm me tën. Që tek hallka e parë pushtetit vendor, që tek çfarë kanë bërë asgjë? Po për sa kohë është në proces gjyqësor, ne mbetemi vetëm me gjetje rrugë alternative.